Zgjerohet harta e luftës në lindjen e mesme. SBA dhe Izraeli vjojnë sulme ndaj Iranit duke goditur dhe Libanin, një aleat kryesor i Hezbollahu. Teherani vjon Akmarin duke goditur të paktën 9 shtete. Sot një dron iranian raportohet se ra në Qipro, një hapësirë e Bashkimit Evropian, ku ndodhet një nga bazat ushtarake britanike. Vendet arabe të Gjirit deklarojnë se janë gati të përgjigjen Iranit. Të gjysmëna e kuqe raporton për 555 të vrarë në Iran që nga nisja e sulmeve. Kryeministri Edi Rama i ka dorëzuar sot presidentit Bajram Begaj ndryshimet në kabinetin qeveritar. Pas paraqitjes së ndryshimeve nga Rama, kreu i shtetit ka 7 ditë kohë për të dekretuar ministrat e rinj, të cilët më pas do të votbesohen në parlament. Rama shkarkoi Belinda Ballukun si zëvendës kryeministre dhe ministre e energjisë dhe infrastrukturës. Lëvizja e saj pasoi me ndryshime të tjera në kabinet që përfshin Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Brendshme, Ministrinë e Mbrojtjes dhe Ministrinë e Jashtme. Sulmi me molotov drejt vilës 31 gjatë protestës Partisë Demokratike rrezikoi jetën e artistëve të huaj brenda saj. Delegacioni i BE-s, ambasada franceze dhe gjermane dënuan ashpër sulmet. Sot, pas reagimit të ndërkombëtarëve, kreu i Partisë Demokratike Berisha bën hapa pas duke kërkuar ndjesë dhe duke u justifikuar se ai nuk e dinte që brenda vilës kishte artistë dhe që ish-bila e diktatorit Hoxha ishte një qendër kulturore. Ndërtimi një rrugë të re 1.3 kilometra përgjatë rastese e Kurudhës duke kaluar në shtratin e lumit Shkumbin është projekt i ri i ARSH-s për të rikthyer qarkullimin në aksin Librazh-Prenjas i bllokuar prej 9 ditësh pas rrëshqitjeve masive të tokës. Sipas këtij projekti, rruga e re shmang zonën e Dragostunjës të përfshirë nga erozioni, duke kaluar përmes lumit. Sot pritet që ARSH të njoftojë se sa kohë do të duhet për të përfunduar këtë rrugë alternativ. Shoqëria civile ka paralajmëruar një protestë në Korçë. Kremtohet sot 582 vjetori i beslidhjes të Lezhës, e udhëhequr nga heroi kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu në 2 mars 1444, një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e bashkimit dhe qendresës së kombit shqiptar. Ceremoni përkujtimore në Lezhë. Edhe sot, shkruan presidenti Bajram Begaj, beslidhja e shqiptarëve mbetet një standard sjellje politike dhe institucionale.